Një gol, 3 pikë dhe një fitore shumë rëndësishme që më bën garë për Final Four. Po, shumë rëndësishme tani akoma jemi në luftë për Final Four. Unë sot isha vetëm pak në siklet, mos do bëjmë një gabim. Kur e tash gabim, mos do festojmë përpara festa. Sepse sot ishte një ndeshje shumë rëndësishme për ne, do vazhdojmë luftë, do vazhdojmë një bukurig në kampionat. Gjithë meriton lojtarët, vetëm lojtarët, sepse 4 javë, 4 fitore nuk është pak. Edhe qunat edhe sot bere maksimum. Me këto fitore sot ka shumë lerë, sepse akoma edhe, më falë prap, është vetëm diferenca 1 pikë, edhe gjitha është në loj. Jam lumtur, jam kënaqur edhe e tash unë edhe të them edhe njerë, gjitha meriton qunat edhe bravo qunat për to, edhe për sot, edhe për to 3 javë mrapa. Me gjithë të mungesa, si po ja bëni që të meri maksimum? Po me mungesa, kjo është situata tani çfarë të them unë. Kam besim për lojtarët edhe nga bankina, ata tregoj profesor ne jemi gati, ata respektoj skuadra, respektoj klubit bere maksimum edhe kjo është doshta fuqi nga këto klubit e Elbasani. Ne jemi bashkë, ne jemi fort. Me mungesa do vazhdojmë edhe tani kundër Shkodra, por kjo është situata edhe Sukses!